Portieri Krisi Çari ka njoftuar zyrtarisht ndarjen me klubin e futbollit Vllaznia, duke i dhënë fund një rrugtimi të gjatë me klubin shkodran. Pas humbjes së vendit të titularit, Gardiani ka vendosur të nisë një kapitull të ri në karrierën e tij, vendim që ka bërë publik përmes një postimi në rrjetet sociale. Në mesazhin e Lam të Mirës, Çari thekson se Vllaznia ka qenë shtëpia e tij që nga fëmijëria dhe vendi ku është formuar si sportist dhe si njeri. Ai kujton me emocione vitet e kaluara në klub, sukseset, por edhe një nga periudhat më të vështira të karrierës, dëmtimin e rënd që e mbajti për një kohë të gjatë larg fushës së lojës. Sipas portierit, sot ai është plotësisht i rikuperuar si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. Çari shpreh mirënjohje për trajnerët që e kanë ndihmuar nga akademia deri te ekipi i parë, duke veçuar figura që kanë pasur ndikim të drejtë për drejtë në formimin e tij profesional. Një falënderim i veçantë shkon për trajnerin e ndier Paulin Doja dhe për Idal Lekiçin, të cilin e cilëson jo vetëm trajner por edhe mik e këshilltar. Ai përmend gjithashtu bashkëpunimin me Luan Zmianin, me të cilin ka përjetuar momente suksesi, fituar trofe dhe marr pjesë 2 herë në UEFA Youth League. Në fund, portieri falenderon shokët e ekipit, drejtuesit e klubit, presidentin Alban Xhaferi si dhe tifozët kuqe-blu, veçanërisht vllazënit Ultras dhe qytetarët shkodran që e kanë mbështetur ndër vite. Largimi i Krisi Çarit shënon mbylljen e një kapitulli 15 vjeçar me vllaznin, ndërsa ardhmja e tij pritet të vijë me një sfidë të re në karrierën profesionale.